Drama e shpopullimit ka prekur shumë fshatra në qarkun e Shkodrës, një prej tyre është dhe fshati Gore Budish në bashkinë Malësi e Madhe. Në këtë zonë emigrimi ka vrarë të ardhmen në rrugë dhe brenda shtëpive gjen vetëm të moshuar, pasi të rinjt kanë zgjedhur largimin. Prej vitesh kjo zonë vuan mungesën e ujit, mjekut dhe shërbimet e tjera elementare. S'kena ujë, s'kena drita, s'kena punë, s'kena soll, s'kena kurrë. Kemë do pres an zero, shoqënia është e mirë, ti janë shoqënion, ta janë po kemo gon. Ujë tash 35 vjet nuk ka i pik ujë, dina zero. Dina 80 vjet to. A mos të ujë në komplek. Me pi, A skandal. Doktori është në Shkodër, unë bë medikitash. Do të vjen nesër, do të këto. Drita shumë keq, do rrugash. Shoqënia shumë e mirë. Se kanë ikë se nuk ka çfarë të bëjnë këto. Shkon komi çu dalin në shkollë. Në komplek, mi gjej punë, komi çu punë. Në tropoj, Nuk ka punë, kanë dorë. Kanë ikë atje. Pra ku këtu, s'maj fëmijë më thonë, s'maj fëmijë më. Po bon fëmijë, a ka jetes? A përse dani? Këra kanë 370 vjet to. Sa kanë mbet? Kanë mbet 100 tutrof. Moshë 3, gati gjysa. Kanë mbet vetëm në pjesën më të madhe veç dy pleq. Ka 70, 80, 90 vjet ku janë. Fjala e këtij janë që bosh i smur, s'ke ku i thret, s'ke me çfarë më shkua, s'ke ku më shkua. Më shkua Shkodër, ose një doktor as kur kanë bërë veç po kot. Ujë s'kena kur pik. Gjithë ka lëvizi, e gjithë ku mund të bëjnë qafë njerëzit më të mirë e më të afërt, a mund ma bësh i bidon ujë. Herë që s'ka ujë me pi. 35 vjet demokraci s'ka ujë me pi, që në kohën e përparme, kooperativës më atjala, ka pas ujë boll. Edhe i ky fshat, edhe fshat të tjera. Kanë pas ujë boll. Kur tom kanë pas ujë boll, kur ka pas një fije mungesë ujit, kanë vuar. Gjon ditë, i ditë po i ditë jo, pra popët s'ka nëjë pa ujë. Sot s'ka ujë me pi. Ashtë i fshat që nuk i ka nërmen ku i bërni. Cilat janë problematikat? Problematikat unë që jam jetu me fratin që ka shkua pa intervencionin, kena bon me ankua për ujë, kena bon letrat të tona si që duhet, e kena qua të bashkia, të kërtari bashkisë, të bashkia komplet, edhe janë të i kam letrat. Sa vite keni pa ujë? Kena, jam nga zona si me kanë një shkërtin, e jam fshat, e jam me shtet, si me kanë një mal, që s'ka shtet, s'ka kur zonë, vetëm me jetua me ka shtekra. Sa vjet pra ka? 34 vjet. E kena hinë 35 vjetën qysh sa është put komunizmi, partia punës i të kanë nish, si ja kjo për ujë, plas. Njerëzit kanë ikë prej punësijet, prej ujët, prej gjithë skajt. A ka bava kinë bot një fshat i vogël, ujët ka tonë onë që rrëthorna, vetëm nas kena ujë. Vetëm fshat i vinë. Për mua të fusin të lakin ka donë, se bashkia për mua nuk ka. Vetëm kam shku atje edhe mos të zonë polici me hi, me kërkot dhejtën teme, jeta s'ka bava kinë bot. Ishala për zotë qeveria, ishala pe fillojmë ka hoja, se je kjo nuk ka demokrasi, po është i komunizm edhe halal komunizmi atërë, si ja kë. Famuljetari Kastratit, Padër Gazmentinaj, tregon se 2/3 famullisë është larguar, ndërkohë kanë mbetur vetëm pleq në banesa. E ndin çdo shtëpi, me thënë drejtën. Unë vitin e kaluar kam beku të tëna shtëpiat dhe mbi 2/3 e famullisë ka ikë. Dhe fatkeqësisht edhe shtëpia që tashmë disa i kanë restauruar, por ka shumë shtëpia që tashmë bari është mi qatit e tyne, dhe kjo është një fatkeqësi në vërtet. Se këtu është edhe një fatkeqësi tjetër, po pavarësisht se nuk bëhet shumë jehon, por këtu mungon ujë në vërtet. Vendi është i bukur, dashëmërësia për vendin është, por është një fatkeqësi, tashmë ne e dim, ne e vëmë re se sa shtëpiat, unë por ju them edhe një herë, i kam beku të tëna shtëpiat tu dhe shumica prej tyne janë burr gru që do thot plak edhe një plak, apo edhe një plak vetëm, apo kjo është realiteti ynë. Ka kohë që ne nuk kemi pagzime, nuk ka kunor, nuk e di kur ka një kunor marteset këtu në famulli. Kështu që kjo është një realitet, domethënë, që nuk është vetëm këtu, është pak a shumë gjithkund. Edhe për ato pak fëmijë që kanë mbetur në zonë, dëshira është për të larguar. Cila dëshira që ke? Me ikë. Ku? Jashtë. Pse? S'kena që me bojnë.